Megjithatë, ju thatë që do kishit vota juaj do jetë në varësi të emrave sigurisht, por edhe do të përpara pëlqenit një vot që ka një shumicë të cilësuar. Po nëse arrihet në votimin e katërt me 71 vota, do ta jepni këtë votën tuaj për Partinë Demokratike, për një kandidat Partisë Demokratike? Do bëj një analizë shumë të rëndësishme në këtë moment, sepse nëse vota ime do ketë këtë peshë, natyrisht do të maksimalizoj votën time. Që do thotë? Që do të thotë do ta maksimalizoj. Që mund tjetë edhe nëse do tjetë një vot për majorancën, mund tjetë një hyrje juaj në qeveri? S'ka një çështje për majorancën. Pra, le të themi teorikisht që vota ime është ajo që përcakton presidentin e ardhshëm, po flasim teorikisht. Teorikisht, sigurisht. Flasim teorikisht. Nëse ndodh kështu? Nëse do të kështu, do të shikoj se cili është ky kandidat, në cilin anë është dhe natyrisht do ta mundohem ta maksimalizoj. Unë jam një deputet i pavarur tani. Dhe vetëm gjë që kam në këtë kohë, është vota ime në Parlamentin Shqiptar, të cilën natyrisht e lidh dhe me të ardhmen time politike. Në këtë moment, natyrisht që do ta maksimalizoj këtë vot. Por kjo nuk do të thotë që do jetë në këtë apo në të kratë, do ta maksimalizoj këtë vot në varësi të natyrisht në varësi të marrëveshjeve apo kontakteve apo konsultime që do bëhen nëse do kishte dy kandidatë.